Përshëndetje miq të nderuar. Mirë mbrëma për ju të gjithë që sot na ndiqni na përcjellni në emisionet. Përshëndetje këtu nga studioja e Radio Sibilave në Zvicër, nga unë Gazima Igeraj dhe nga zonja Prenda Sejdia me studion në Lezhë. Miq të nderuar, neve sapo jemi kthyer nga pushimet që kishim në Kosovë dhe sikur ndjejmë mall pak për të vazhduar me emisionet tona, por edhe për dëgjuesit tanë që na ndjekin në vazhdimsi. Presojmë që mos tu kemi munguar edhe këto ditë, pavarësisht që ne herë pas here edhe nga Kosova kemi bërë emision, për të mos u munguar edhe juve. Siç e dini, unë këto 2 javë gjysmë isha në Kosovë dhe kemi bërë edhe atje aktivitete letrare, pavarësisht të sfidave që ka populli atje, pavarësisht sfidave që i ka shoqëria atje, ne jemi munduar që të paktën të sjellim edhe pak atë frymën letrare tonë. Ne kishim 2 aktivitete të mëdha me karavanin e shkrimtarëve për fëmijë dhe kjo na ka ndëruar edhe neve, sepse ishim pjesëmarrës në 2 shkollat, në shkollën e Korishit dhe në njërën nga shkollën të bashku me karavanin e shkrimtarëve për fëmijë. Unë ndam të kënaqur sepse pam një frymë entuziaste edhe nga fëmijët që na ndoqën në shkollën dhe sigurisht se këto na ka ndëruar neve. Pastaj kishim edhe 2 emisione të tjera të sigurisht se ju na keni ndjekur, pra në Përshëndetje, emisione kryesisht me poezi. Jo pra sa për të dëgjuar, sepse edhe ne sigurisht se duhet të bëjmë, ka pushtuar edhe zonja Prenda atje në Lezhë. Dhe tani më po vazhdojmë me serinë e emisioneve tona në Radio Sibilat Veriut me podcast tonë, pra sigurisht se ju na ndiqni edhe përmes videos dhe kjo është një arritje e jona që na bën që të jemi përpara jush të gjallë dhe drejt për drejt. Kjo sigurisht i jep një frymë edhe tjetër podcast tonë për të qenë shumë të ndjekur, sepse ne ndiqemi shumë, sigurisht se ju po i përcjellni emisionet dhe po i përcjellni sigurisht edhe numrat e shikuesve dhe dëgjuesve që na ndjekin neve. Unë tani më do ju përshëndes edhe një herë, mirë mbrëma ju të gjithëve dhe do përshëndes edhe zonjën Prenda Sejdia në studion në Lezhë, duke ju uruar asaj mirëseardhje në emisionet e përbashkëta që ne i përgatisim për ju. Zonja Prenda, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur sonte në emisionin tonë të përbashkët. Mirë mbrëma, zoti Gzim, mirë mbrëma nderuar dëgjues të Radio Sibilave Veriut, ju miq ku do të ndodheni. Faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Faleminderit që jeni frymëmarrje në një farë mënyrë, sepse pa ju emisionet tona ato ishin bosh. Unë së pari dua të përcjell një urim, pasi nipi para 3 ditësh kishte 15 vjetorin. Gjej rastin ta përshëndes Albin, i uroj shëndet e suksese, jetëgjatësi. Tashmë ai mbaron mësimin e detyrueshëm 9 vjeçar me nota mjaft të mira. Përpara ka besoj një sfidë goxha të madhe, pasi të vazhdoj arsimin e mesëm dhe uroj që arsimimi i tij të jetë në nivelin e kërkuar, ashtu siç edhe pretendojmë ne, por faleminderit edhe atij dhe Zotit që i ka ndihmuar për të qenë një nxënës shembullor, një fëmijë i mrekullueshëm në familje, dhe bëhemi krenar për të. Albi, uroj edhe 100 vite të lumtura, shëndet e mbarësi, e qofsh idealizuar në gjithë aspektet jetësore. Zonja Prenda, më lejoni që urimit tuaj t'i bashkojmë edhe unë, më falni, kërkoj ndjes nëse u ndërpreva, sepse Albin e kam mik. Ju uroj Albit ditëlindjen e tij dhe ju uroj shumë suksese edhe në shkollat e reja ku ai do të shkojë, ndikohëse babajnë e tij pritin
Pastaj përshëndes mikun tim të qmuar Kolin, si dhe familjen Shkoza në Lezhë, pra një familje dhe kam shumë miqësi me ta dhe i përshëndes bashkë, ju përshëndes ju familjarisht. Albit i urojmë rrit, shnet, suksese në shkollat e mëdha. Faleminderit, kërkoj falje për ndërprer. Jo, shumë faleminderit për rimet e bukura, mjaft të tashme. Unë dua të përshëndes të gjithë dëgjuesit që na ndjekin me këngën e Zërbekës, Mota ime. Faleminderit. Miq të nderuar, jeni me Radion Sibilat e Veriut, me ne në program me mua Gazima Igerajn dhe zonjën Brenda Sejdia. Ju urojmë mbrëmje të bukur me ne sonte.
Faleminderit Zef Beka. Të them. Vazhdojmë me programin apo prezantimin e temës apo si doni? Po. Dëgjues të nderuar, Tema për sonte? tema për sonte është një promovim romani Ekuinokset e stinëve të një gruaje, pra një roman i imi, që ka përzgjedhur zonja Prenda Sejdia për ta promovuar, por para së gjithash neve sigurisht se do të flasim pak edhe për shkruarjen e romanit, se si shkruhet një roman dhe çfarë kriteret duhet kemi kur shkruajmë një roman. Paraprakisht ne do të flasim për. Unë vërtet kam pas shumë dëshirë ta provoj këtë roman në emision. Faleminderit Por shumë. di që ju keni shkruar kaq shumë romane, qoftë për fëmijë, qoftë për të rritur. Pyetja është, pse ne duhet shkruajmë romane? Faleminderit pyetjen. Pse shkruajmë një roman? Mendoj se çdo njeri kur arrin një moshë madhore përballet me pyetje dhe dilema të mëdha jetësore rreth identitetit të tij në raport me shoqërinë dhe të ardhmen. Kush është ai? Kush do të jetë dhe ç'perspektivë perspektivë do të ketë personaliteti i tij brenda një shoqërie? Aq më tepër kur ai kupton jetën dhe formimin e tij, se do të mund të jetë një faktor i cili do të luajë një rol me kapacitetin e tij brenda kësaj shoqërie. Ky mendim dhe kjo tendencë mendoj se është ushqyer mjaft gjatë periudhës së pubertetit, pra gjatë moshës në rritje, bashkë me atë emocionale që shoqërojnë të moshë. Dhe këto ndjenja sikur akumulojnë një energji të brendshme e cila një ditë kërkon të arkivohet diku brenda faqeve të librave, apo dhe gjetju për të shpalosur potencialin personal të një individ. Romani për të rritur gjithashtu është si një roman i zhvillimit i cili trajton përvojat e ngritjes së brendshme të individit, i cili në këtë kapërcim fazash kërkon që të shpalosë të arrijë tek qëllimi i tij, të ndërtuara në fazat e gjatë formimit të tij në moshë. Janë shumë tema që preokupojnë secilin në këto periudha të zhvillimit, por edhe një përgjegjësi e prerë kush se ka gjetur. Kjo është një arsye që tregimet për të rritur janë një lloj zhanri popullor në lehtësi. Romanet janë ato që sjellin kënaqësi për fëmijët, të rinj dhe të rriturit, sidomos kur ato gërshetojnë me larmi të formave dhe ngjyrave që vijnë nëpër zhanre të tjera. Pra, këtu arrihet një akt balancues mes veprimeve të brendshme dhe atyre të jashtme, dhe se brenda këtij balancimi, brenda udhëtimit tuaj të brendshëm, apo vetë zbulimit dhe synimeve tuaja për jetën, mund të arrini edhe të krijoni një libër frymëzues edhe për të tjerë. Sigurisht se përzgjedhja e personazhit nuk ka përcaktim moshe. Si mund të jetë një adoleshent në synimet e mëdha, një i rritur i moshës madhore, apo edhe një i moshës. Pra ishin ato pikpamjet e para të mia për një libër të shkruar, një roman.
Faleminderit, zonja Prenda. Unë kaq do të thoja dhe do të lutesha që ju të na flisni diçka për personazhet e duhura në roman. E në fakt, kur njeriu shkrimtari, kur shkrimtari mendon të bëjë një roman, gjëja e parë i shkon tek historia që do sjell ose thrilloj, por dhe personazhet e duhur për të paraqitur sa më mirë situacionet e ndryshme dhe variacionet e ndryshme në roman. Personazhi i duhur për një roman. Personazhi kryesor në një roman ka gjithë paret e ngjarjeve dhe zhvillimeve që ndodhin me të rreth. Është më së rëndësishme që ai përbën edhe pjesën qendrore të zhvillimeve në librin tuaj. Prandaj ju duhet të fokusoheni fillimisht në çështjen e tij. Historia e tij e mëvonshme që do ta ndjekin rrënjët e ngritjet. Është mirë që personazhi juaj të jetë sa më atraktiv, interesant, një tip me zhvillime dhe të papritura që do të zgjonin përshërinë e lexuesit tuaj. Pra edhe një i moshuar mund të përballet me ngjarje formuese, që të i kalon kufit e moshës dhe reflekton me sjelljet e tij tek të tjerët. Një personazh brenda një libri jo gjithmonë duhet të ketë përsosmërinë maksimale. Ai duhet të ketë edhe sfaje të vrazhta, të cilat do ta identifikonin edhe më tek lexuesit. Është më tepër tek një roman i moshës madhore ku personazhi duhet t'i përshtatet mënyrës përsosur në rast pengesa shqetësore, por se idetë e tij ja dalin në këto pengesa dhe kësaj anakritike nga prizmi i lexuesit të bëhet sa më i besueshëm. Prandaj zgjidhet një perspektive jashtme që përfshin ndjenjat e mospëkatësisë, nga e cila shikohet pjesa tjetër e shoqërisë nga jashtë. Ngjarjeve të romanit, duke parë se personazhi juaj ka qenë peshë në zhvillimeve dhe ngjarjeve, duhet ta zbërtheni atë sa më tepër nga aspekti psikofilozofik për t'i dhënë ngjyrë, art dhe kulturë në mënyrë që romani juaj të jetë i kërkueshëm, i dobishëm dhe sa më atraktiv. Zoti Gzim, ju gjatë udhëtimit tuaj të krijimtarisë, pra, kryesisht me romanet, si keni vepruar me temat dhe llojet e zhanrit? Sigurisht se tani më jemi përcaktuar për temën kur përcaktohemi për romanin. Se njëkohësisht pra gjejmë edhe temën e këtë temë do ta bëjmë roman. Dhe për atë çfarë do të shkruajmë pas saj. Tashmë me që e kemi përcaktuar, kemi ndërtuar brenda neve edhe ngjarjen dhe zhvillimet që do t'i trajtojmë brenda. Se në për cilat sfida dhe ngjarje do të kapërcej personazhi juaj në roman. Mundësitë janë të shumta dhe ju jeni të përcaktuar në stilin dhe zhanrin që do të ndiqni në trajtimin e zhvillimeve në roman. Temat që mund të trajtojmë janë të shumta, sigurisht se ju keni përcaktuar në njërin nga ato që ju e njihni më së. Jeta, problemet, hallet, prindrit dhe jeta atyre apo dashuria dhe sfidat që përcjellin atë, apo edhe ndonjë çështje tjetër që preokupon shoqërinë e përgjithshme, por që ju doni të trajtoni në roman. Çështja e zhanreve gjithashtu është një pikë që ju duhet ta përcaktoni për romanin. Nëse ju keni vendosur të shkruani një roman historik, horror apo krim, apo edhe ndonjë roman fëmijësh apo rinjësh, pra gjithmonë në këto raste personazhi juaj do të përcaktohet në rolin dhe zhvillimet në roman në raport me stilin e zhanrit. Ju duhet keni parasysh edhe moshën e personazhit juaj në përcaktimin e ngjarjeve dhe zhanrit. Pra, nuk mund të jetë një fëmijë a një i ri në moshë që mund të vishen tema ngjarje që i takojnë brezit krejt tjetër. Jo do të krijonte konfuzion dhe mosbesim tek lexuesi. Prandaj duhet mendoni për këto detaje deri në finesat më të vogla
edhe të dialogjeve dhe të monologjeve që përdonin. Një psikofilozofi që do të përdorni ju, do të jepte romanit vlera dhe nivel të cilin do ta kërkonte edhe lexuesi i mirëfillt i romanit. Gjithmonë kur shkruani e keni parasysh një ngjarje dhe një zhvillim që ju do të njihni më së miri dhe keni njohuri deri në detajet më të imta. Përndryshe, një ulëmtimi mundshëm në ngjarje plotësuese do të ishte një point plus që ngjarja që ju trajtoni të jetë akoma më e plotësuar, se jo. Miq të nderuar, neve po ndajmë përvojat tona nga përvojat jetësore të shkrimit, edhe unë, por edhe zonja Prandësia, sepse ju e dini. Tani më ne jemi dy krijues dhe unë mund të flas për zonjën Prandësia që tani më kalon librat e 50 dhe ka një përvojë të jashtëzakonshme në këto trajtesa dhe ne po ndajmë ato përvojat nga një libër i përbashkët, të cilin tani më e kemi edhe në timit atje dhe presim libër të plot me këto ligjërata kryesisht për shkrimin e librit në të gjitha stilet dhe zhanret. Por unë do të pyesja tani më zonjën Prenda në ngjarja dhe komplotin në roman si trajtohet. Po, ngjarja dhe komplotin në roman. Kur përcaktojmë për komplotin roman, gjithmonë do të kemi parasysh karakterin dhe jetën e brendshme të personazhit kryesor, sepse romani i moshës përtritur gjithmonë vjeton nga komploti i brendshëm dhe asesi nga ai i jashtëm. Porse, për të mos e bërë që ngjarjet, komplotit dhe zhvillimet në roman të bëhen monotone, japim mundësi personazhit të takojë apo edhe të ndeshet her pas here edhe me situata të jashtme që japin në riflektim zhvillimeve dhe ngjarjeve brenda romanit. Njëkohësisht kjo do të ngjallë interesim dhe emocion edhe për lexuesin tonë. Tema mund të jetë një ngjarje e madhe që lexuesin ta mbajë pesh deri në përfundimin e saj. Dhe si ngjarjet dhe rifreskimet e reja që do të plotësohen her pas here për qëllime rifreskimi, do të duken pak ose fare të parëndësishme. Porse ato do të mbanin pezull kuriozitetin e lexuesit, për të qenë i përqendruar dhe për ta ndjekur narrativin e ngjarjes me një kuriozitet të shtuar dhe me një koncentrim të plotë. Porse duke marrë një lloj pauze, një çlirim të lehtë nga emocionet e ngjarjes, se si do të ndihet lexuesi përpara asaj që do sillet. Kalojmë her pas here në pozicionin e tij dhe analizojmë e vlerësojmë qëndrimet dhe kësaj do të mund të krijohet edhe një përvojë në raport me atë që shkruhet dhe prezantohet. Shfrytëzojmë përvojat kur kemi qenë edhe lexues, se çfarë kemi dëshiruar të kemi përpara dhe çfarë kemi lexuar herë në qaste. Pra shpesh ndrohen vendet në këtë rast. Këto përvoja do të jenë shumë të mirë se ardhura për përvojën e gjithë secilit shkrimin e ngjarjes dhe komplotit të romanit tuaj apo tonë. Kur jemi tek përvoja e leximit, kujtoni ato romane dhe ato ngjarje komplote që kanë lënë gjurmë tek ju, elementet e tyre, filozofia i përdorur, por dhe aspektet psikologjike që kanë ndikuar që në një roman të tillë të kenë dhënë gjurmë të pashlyera tek memoria juaj dhe në fund do thonim që duhet kushtuar vëmendje të shtuar momenteve kryqe që shkaktojnë ndryshime në sjellje dhe në botkuptime të personazhit. Sepse këto ndryshime duhet të jenë aq mjeshtërore, aq të lehta dhe të pahetueshme për të mos krijuar një lloj konfuzioni për sjelljet dhe ndryshimet e personazhit tuaj. Ndryshe lexuesi do të jetë syri dhe veshi që i shehet dëgjon, por edhe i kupton të gjitha e në fund janë dhe vlerësimi fondata. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit edhe juve zonja Prenda për trajtesën që ashtu siç e tham edhe për temën e emisionit, romani është
e kujnon se destinëve të një gruaje. Faleminderit që prezantoni kopertinën e librit dhe librin bashkë. E në fakt, kur më ka rënë në dorë ky libër për roman, pra, për të bërë një referencë dhe redakturën po ashtu, e kam pëllitur në shqetësim, por dhe emocion njëkohësisht, sepse nga autorët e mëdhenj nganjëherë dhe kemi frikë, por edhe kemi kënaqësi të jashtëzakonshme sepse njëkohësisht na ofrojnë mundësi që jo kudo mund t'i kemi, ose jo kurdo, dhe jo nga kushdo. Faleminderit sepse autorët e mëdhenj të kuven, ne po e shohim në jetën e përditshme, kurën shumë. Nëse do më lejoni do të flisja pak edhe për gjuhën në roman. Dhe bashkëpunëtorën e këtij emisioni ka ndodhur të ndryshme. Dhe unë e falenderoj jo për mua, po për të gjithë ata krijues që kanë kërkuar ndihmë tek Spotikzin dhe ka qenë gjithmonë i papërshkuar. Dhe unë e di shumë mirë. Njëkohësisht dhe ata që na ndjekin sonte, të njëjtin mendim ndajnë. Zotikzin, brenda këtij romani ka ngjarje të fuqishme. Unë do të doja të dija nga ju, për të ndarë njëkohësisht me dëgjuesit tanë, sepse vërtet është interesante. Si të ka lindur ideja e shkrimit të këtij romani? Si i sigurove informacionet, se edhe personazhet nuk janë në një komponent, dhe kjo për mua realizimi i këtij romani, do me thënë në këtë nivel, nuk ka qenë lehtë. A mund të na flasësh pak si hyrje? Faleminderit zonja Brenda, faleminderit që na riktheni, sepse romani është i shkruar shumë herë, i botuar dhe i ribotuar 2 herë. Është një roman që sjell kryesisht frymën europiane, pra një kulturë europiane dhe edhe personazhet që e mbajnë romanin janë kryesisht nga këtu pra nga Europa dhe pjesë e tyre thuajse nuk janë edhe shqiptar, pra janë 99% nuk shqiptar, po si një personazh. Një roman i tillë pra më ka lindur te ideja, si të themi, gjatë luftës Kosovës, unë e kam ndjekur shtypin dhe periodikën kohës thuajse e kam pas të ditshëm. Dhe vendi ku unë kam marrë revistat, gazetat dhe gjitha informacionet dhe bulimet, pra kanë qenë të gjitha të porositur në që do më mëngjes unë doja të marrë edhe revista. Dhe njëkohësisht duke marrë edhe këto revista, më ndesh një figurë, përpara meje më ndesh një figurë femra që thotë se ju jeni shqiptar, po i them thotë lexoni shumë gazetat, po i them. Edhe unë tha burrin e kam shqiptar, por ka shkuar në luftë. Dhe kjo luftë pastaj mori shumë kënd, mori edhe personazhin, pra që ne përmendim aty. Dhe personazhi i tillë pastaj vjen e futet të mes, pra vjen edhe e dashura e personazhit të vrarë në Kosovë, pra në luftën e Kosovës, i cili kishte pasur një për të dashur një austriake. Dhe si e tillë ajo pra afrohet dhe më thot se unë thot kam një ditar të Vockël, kryesisht të Vockël, dhe dua që një pjesë të tij thot t'ua jap ju. Mi jep ato 7-8 faqe sa kanë qenë të një lloj ditari familjar, ditari personal, i cili shkruante jetën e këtyre 2 të rinjeve dhe fati i keq, do të thënë lufta i ndalë. Si e tillë pra unë i marrë ato fletë dhe personazhin e romanit tim më takoj. Por ngjarjet që zhvillohen brenda atyre faqeve i marrë dhe i zbërthej të gjitha në
formë më të detajuar në një formë politike për t'i kthyer në një roman. Pra, jeta e kësaj gruaje me shqiptarin, pastaj vinë edhe sfidat e saj, vinë puna e saj dhe vinë edhe udhëtimet e saj, kujdesi i saj pra një fat tepër tragjik, i cili herë zhvillohet në Zvicër e herë shkon në Afrikën e Jugut e kthehet në Zvicër për të ndarë edhe fundin e ngjarjes së romanit. Pra, ky është ai fillimi i asaj ideje të atij romani. Arrita ta nxjerrë, pra thuhet ekuinokset e stinëve të një gruaje. Unë kaq do të thoja për fillim, zonja Brenda, por ju sigurisht se e keni lexuar romanin dhe mund edhe qoftë edhe pyetje apo qoftë edhe ndonjë fjalë. Ai që më ka bërë shumë përshtypje është gështëtimi dhe ndjekja e ngjarjeve një pas njëshme, por edhe aftësitë e autores, se si ajo pra, po bëhet fjalë 7 ditë në Afrikë. Pasi ajo kërkoi një punë në internet, ju afrua nga agjencia një punë në Afrikë, kur ajo arrin atje gjen diçka krejt ndryshe, dhe për 7 ditë pra atje gjen rrobnesha, një lloj skllavërie pra dhe padrejtësie, sidomos ndaj femrës por ndaj njeriut në përgjithësi. Bukur, me qenë se të qova tek ajo pikë, mund ta thuash pak më. Pra ky personazh, duke pasur mundësinë që të njihej edhe me njerëz të biznesit në Afrikë, i ofrohet një punë atje dhe në sajt e nevojës së saj ajo pranon që të udhtojë, por gjithsesi kur shkon në Afrikë gjen një jetë krejt tjetër, pra një jetë sklavi dhe si e tillë, pra as në një familje e cila gjatë atyre netëve të errta, pra zhvilloheshin tira në pra kishte edhe robnesha të tjera nga afrikanët që kishin aty, pra dhe në një familje që ky ishte europian. I asaj familje, asaj shtëpia aty ishte europian dhe kishte një biznes rreth detit. Ky sigurisht se ai do t'i ofronte një punë atje, pastaj edhe punë të tjera të mirëmbajtjes faqeve të internetit dhe këto gjëra të tjera dhe porse kur vinte nata fillonte të merri, pra fillonte lëvizjet e këtij personazhi nga dhoma në dhomë, pra njeri i dhunshëm, njeri forme. Pra të gjitha këto gjëra i zhvillonte mu pranë familjes së tij dhe porse në një fshehësi të madhe, duke i keq përdor këto dy robnesha zezake dhe falni që po shprehim se do i bie dhe duke pasur tendenca që edhe këtë personazhin kryesor, pra Brigitin, ta keq përdorte në një formë të tillë, por këtu lindin konflikte dhe lindin sfida që nuk ja arrin. Dhe një ditë ajo merr vendim që të largohet tinëzisht nga vendi aty ku ishte, pra porosi taksit, dhe ishte edhe një mik të babait të vet atje në por diku larg, në kilometra pra, dhe synonte të arrinte të paktën e gjallë deri tek ai. Po, ishte një organi ajo. Mirë po, përpara se ajo të arrinte atje, pronari bashkë me familjen arrin kthehen këtu në këtë vend dhe pra ngjarja alarmohet dhe krijohet një lloj konflikti aty dhe sigurisht se ky pastaj bëri edhe veprime të tjera kundrejt familjes së tij për të arritur që mos zbulohet dhe kryen edhe një krim këtu në drejt familjes së tij dhe kjo
personazhi I romanit, pra Giti, arrin të kthehet dhe për të ndriçuar, dhe në këtë rast, pra ky krim nuk ndriçohet në spitalin atje ku bëhet operacioni, por se me ndërhyrjen e Gitit, pra arrin që ngjarja të rizbulohet dhe të zbulohet edhe krimi. Dhe kësaj, pra në fund, domethënë Franga, gruaja e tij e vdekur, por dy fëmijët e personazhit e pronarit në Afrikë, pra arrin në duart e kësaj dhe në mbeten në kujdesin e saj, kështu vendoset ligji, dhe kësaj, pra kjo në një farë forme I kalohet edhe shpëtimi I kësaj për kujdesin intern. Pra ky është edhe I përfundimi në fund I librit, po është një libër tepër interesant, me ngjarje shumë të ngjeshura. Unë I rash në vija të trasha në bazë të konceptit që ka sjellë. Faleminderit që vërtet solle ngjarjen më kryesore të librit, ajo që është vërtet shumë interesante, por brenda librit ka ngjarje që pasojnë njëra tjetrën, sikur të ishin të mbledhura nga shumë romane, jo nga një personazh që I ka përjetuar dikurrez gjithë ato ngjarje, sikur si të ishte robot, si jo një njeri. Është goxha e ngjeshur, pra unë thash I rash në vija të trasha, se ka ngjarje rënqethse brenda romanit. Disa miq të mi që kanë lexuar dhe ku një Alfred Hitchcockun, regjisorin e famshëm botror amerikan, I cili ka krijuar filma tmerrues që pak kush mund t'i shikojë. Pra më kanë përgëzuar dhe kanë thënë se ngjarjet janë aq tmerruese sa sikur I sheh me trishtim ose I lexon me trishtim dhe me frikë, pra si në filmat e Alfred Hitchcockut. Zimi, përpara se unë të shkoj tek recensioni, I them që nuk është I vetmi roman I këtij autori që brenda faqeve të tij ka ngjarje interesante që vërtet janë mjaft misterioze që ja vlen për të lexuar. Por ka një varg romanesh që unë shpreh dëshirën që her pas here ato në emisionet tona të trajtohen si tema, se për shembull, më fal zoti Gzim, sepse po kaloj nga një roman në tjetër. Por po përpiqem të bie shumë shkurt. Për të shpalosur vlera. Faleminderit. Po të bie shumë shkurt. Janë 3 romanet e fundit që ju keni ribotuar, siç është për shembull Servo Armatosja, apo Misioni I kriminalit, po Helmimi. Misioni I kriminalit që kanë ngjarje të tmerrshme, për shembull, është vërtet ngjarje që Kosova I ka përjetuar dikurrez. Por kjo për hir të kohës që kalon shpejt, ditët janë aq dinamike, ngjarjet po ashtu edhe në jetën e përditshme të njerëzve, ndodh që shpesh harrohen ato ngjarje aq të vështira që kemi kaluar me dekada, ose se themi me vite janë pak, por kanë kaluar me dekada. Por brenda faqeve të atyre romaneve janë të dokumentuara, dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është përveç Servo Armatosja është Helmimi, që në Kosovë për shembull, në të njëjtin orar, në të njëjtën ditë, janë helmuar gjithë fëmijët e shkollave të mesme të Kosovës. Që po të pyesësh sot në Shqipëri po, por edhe në Kosovë do të ketë nga ata që ta dëgjojnë si histori, do të duan të dinë më shumë rreth saj. Por janë të dokumentuara në këto romane. Misioni I kriminalit po ashtu. Romani Rrog. Rrëfimet e doktorit. Pra janë ka shumë romane që tani s'po më kujtohen të gjithë, por ka shumë romane që
Duhet të sillim në vëmendje gjithë ato lloj ngjarjesh, personazhet, mënyra se si janë trajtuar ato në libër, por jo vetëm kaq. Ne u bëjmë thirrje, sidomos nxënësve të shkollave. Ti marrin këto libra nga bibliotekat, i lexojnë, i mësojnë se historia është aty. Qofse ne nuk e mësojmë, do harrohet. Edhe pse është e dokumentuar. Se po e dokumentove, mbetet në libër, në përsirtare, të mbulon plumëri i harresës. Po harrohet libri. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe që po i bëhet kombit. Po mendojmë se po i lexojmë po i mësojmë gjërat nga interneti. Jo, themi atje, po harrohemi nga një ngjarje lidhës apo një ngjarje që ka ndodhur atje. Pra të kthehemi tek këto libra kaq të rëndësishme, të libra që kanë kaq shumë vlera, të libra që na mësojnë kaq shumë për jetën, sepse janë ngjarje të cilat ndoshta kur nuk i dihet, një herë një kohë me diçka nga ato do të përballësh. Dhe pse të mos jesh i përgatitur për të përballuar ato sfida të mëdha që jeta na i shërben. Falë zoti Gzim. Faleminderit zënë Prema që solim në kujtesë, unë do të i them edhe unë disa fjalë me që u hap kjo që kam varësisht se ne jemi në një provim i romani. Unë do të përmend, unë kam shumë romane dhe di 70 ose 10 jetë. Dhe nga ato kam shumë ndoshta majat e temave. Është përmend çështja e helmimit, dhe unë aty kam bërë një përshkrim shumë detajt duke njekur edhe arkiva, por duke njekur thënë të drejtën duke hyrë edhe duke studiuar edhe për Saharin dhe të gjitha ato helme që janë përdorur në ato pranë shqiptarë në Kosovë. Por fatkeqësisht unë jam shumë i prekur më së shumti nga shtresa intelektuale, sepse nuk ka shfaqur ndonjë interesim që të paktën kësaj pjese të kuptohet. Pjesa e luftës dihet se u shkruajt pjesërisht, por edhe mjaft u shkruajt. Tek pjesa e helmimeve nuk është shkruar. Deri tani vetëm si vjet kam dëgjuar për një që është votuar pra këtë vit për çështjen e helmimeve dhe pos disa kuntesave që janë bërë nga institutet të ndryshme europiane në atë kohë dhe mos është dëgjuar kush të përsërit ose të fletë, se kanë qenë dy raste, pra ka qenë rasti i General Aliut kur helmoi një fshat me një helm të tillë në Irak, pra një fshat me kurd, dhe kanë qenë shqiptarët që helmoi Serbia në. Pra më askund s'u dëgjua për këto helme, dhe nuk u muar askush, por nuk edhe brenda vendit tonë nuk u muar njerëz. Pavarësisht se sot unë di njerëz që kanë edhe pasoja nga ato, por nuk u mor. Pjesa tjetër ishte pra serbë armatosja, se Serbia i armatoste serbët para luftës për një luftë që e planifikonte. Romani Rob, pra, është një ngjarje që përshkruan gjithë fillimet në luftën e Vrinit për pjesën e popullatës civile. Se si i ka përjetuar popullata civile ato krime, ato masakra. Pra është një mori romane, por që ne po flasim tani për një roman, një stili dhe një janë. Unë kam pas dëshirë të sjell edhe një frymë të re të romanit, pra nga një shqiptar. Vetëm vlerat e huaja, apo të themi letërsi e huaj dhe është maja. Ne kemi ngjarje për t'i trajtuar ato në për roman, kur ishte elita e shkrimtarëve nuk të nguroj për t'i shkruar ato, jo vetëm poezi, për të shkruar, se ne kemi edhe romanë të mirë,
edhe në Shqipëri. Me kohën ndoshta uroj që të vinë edhe romane të mira, pra të sjellin të rinj. E di se ju keni bërë edhe një recension, nëse jeni pajtimit apo do të bashkëbisedojmë akoma. Unë po lexoj recensionin, pastaj ne bashkëbisedojmë sërish rreth ngjarjeve, sepse ky libër ka ngjarje shumë interesante. E kujnohë se destinëve të një gruaje nga Gëzima i Geraj. Njeriu në përfazat e jetës vendos e zhvendos pozicionet e tij. Vendos raporte, relacione me të tjerët, ndërlidh e mbërthen mendësi të shtjella përkatëse të romantizmit, shkëndijën entuziazëm ma besim në vetvete, herë forma kurore nga zlyse, herë imagjinat, apo diçka më tepër, dhe mund të përfundojë shpejt. Më pas, pritet e nesërmja pa çka si të sotmen e ka shrypur në asfiksi, dhe s'duhet fare, ama nocioni është tejet strastir. Ndan botë brenda njeriu dhe vazhdimisht pritet diku. Pritet, ama pritet një i humbur donë se askush nuk e dëshiron. Me dangët e jetës përplasesh skaj më skaj për një fjalë shprese që ta rralloj një qik mjekullën e dendur, që ka zënë vend prej kohësh. Adrenalinën diku as e kontrollon dot, e tëra qenjen tënde kontrollon vrulli shpirtëror. Loja jetës se shluhet ndër mendime të shumta dhe një ditë për të lëngjurën, erë se jetohet avdiset. Avazi vazhdon itinerarin plot përvishje, vërtiten në përpushtime, herë të bazuara e herë pa asnjë bazë. Dilemat rëndojnë gjendjen e gjithë secilit, e duke paragjykuar me negativitet, ku përpasoj sjell ballafaqimin e natyrshëm kundër shpilave të shkëlqimeve, pyese pas ëndrave të shumta, por dhe shpresave të humbura, apo grackave të ngritura ndër investigime, motive të reja, pritet të fillojë përpunimin tematik i akumulimit e prurjeve të kohës. Prurjet së fundmi marrin kuptim. Ambicia e kërkon atë skenë dhe i gatuan nga brumi që trajtësohet në formën e përshtatshme për t'i dhënë kuptim mos kuptimit të çdo gjëje të pasqaruar me shpritet diku. Për ta plotësuar skenën që një i humbur se askush nuk e dëshiron, ngritur në nivelin me dangët e jetës përplasesh skaj më skaj për një fjalë shprese, ditë davalitje, nga zëllim e pikëllim. Suksesat të shtim imagjinata është askush nuk e dëshiron në atë nivelin me dangët e jetës përplasesh skaj më skaj për një fjalë shprese, ditë davalitje, nga zëllim e destineve të një gruaje, suksesat të shtim imagjinata është askush nuk e dëshiron në atë nivelin me dangët e atraktiv që të mban pezull me disa personazhe ku personazhet negativ rezultojnë së fundmi. Markus dhe Gjinata është frikit që të nga personazhet me disa bravani të që mban një vajzë me karakter fort. Markus dhe Gjinata është frikit që të nga personazhet me disa bravani të që mban një vajzë me karakter fort. Markus dhe Gjinata është frikit që të nga personazhet me disa bravani të që mban një vajzë me karakter fort. Markus dhe Gjinata është frikit që mbart bota. E pa ikur për të siguruar të ardhmen. Një roman ku trajton histori interesante dhe reale ndaj pena e shkrimtarit, kulton në klasin e mjeshtërisë së letërsisë. Brigit, një vajzë austriake nga vendi i bekuar i muzikës, por që punonte dhe e dashuronte Zvicrën, me dëshira për jetën dhe vizion për të ardhmen, me kulturë të gjerë europiane, ku në një nga ditët e sezonit veror njihet me Markusin, edhe ai një djalë austriak që punonte në një zonë turistike jo shumë afër Brigit. Pas disa ditënjohjeje ajo vënë në djeni familjen e saj për lidhjen e re. Brigit ndjehej e dashuruar pasi shëntërsia që i karakterizonte, as i dashnisë së saj që gjurmonte diçka për ti. Familjen, shokët, shoqet,
Pastaj inteligjencën, karakterin, qëndrimin apo vendosmërinë përballë saj dhe i besonte vetes, ndaj mendonte të mbante sa më larg trishtimin a lëndimin. Kohët sa po kalonin në marrëdhëniet me Markusin besonin gjithnjë më shumë atë ftohtësinë e stinës dimrore, atje në bishkët alpike, ku për Brigit u kthye gjithçka si një zbrasti dhe përpara saj gjende një periudhë i madh trështimi, habije, shkënjime nga ana e Markusit. Nga njëherë është e hidhur ka thot Brigit, derisa po mundohej ta fshihte lotin që ja kishte turbulluar pamjen e syve. Në këtë roman, autori Zimmergeraj, përmes penës, sjell kulturën europiane dhe pavarësinë në rastin konkret të femrës, në përgjithësi dhe mënyrën se si ata konceptojnë dardhmën e tyre, por dhe një femër të inteligjente, që shpesh rrezikun e ha me sy, thot populli, dhe aja i Geraj si kalonin në marrëdhënie në letërsi personin që të pasuruar me perlat e fjalës dhe mendimit, sjelljes dhe eksperiencore, atje në bishkë. Aja i Geraj si kalonin në marrëdhënie në letërsi në horizontin të pasuruar me perlat e fjalës dhe mendimit, sjelljes dhe eksperiencore, atje në bishkë. Aja i Geraj si kalonin në marrëdhënie në letërsi në horizontin të pasuruar me perlat e fjalës dhe mendimit, sjelljes dhe eksperiencore, atje në bishkë. Urojnë nga lashtësia, por ndjeshmëria vlerave letrare, kulturore, estetike bëhet shtys në formimin personal, intelektual apo emancipimin ndër shoqëri, e gjithashtu në parametra bashkëkohor që ka shumë ka nevojë shoqëria jonë, por pse jo? Dhe shoqëritë në tërësinë e saj e në çdo kohë. Janë të qarta e të dallueshme, thot ai, nga kontinenti në kontinent, parimet e vlerat. A nuk janë emet divorcet e familjeve në 1% shqetësuese në vendet tona, si në asnjë kontinent tjetër, janë emet divorcet e familjeve në 1% shqetësuese në vendet tona, si në asnjë kontinent tjetër, janë emet divorcet të lartë letrare, por dhe historisht, në përshkrim ku përcjellën mesazhe të qarta për lexuesin dhe përfituan gjërësisht marrëdhëniet me ta, pra e jep këtë mundësi fal formimit të kulturës letrare. Kështu që autori qëndron konsekuent në vlerësimin e tipareve dhe karakterëve njerëzor dhe bën interesant imazhin çlirues të mendimit e shpirtit të personazhit në vepër dhe do ju shërbej brezave të lexuesve si testament estetik që ndjekin kohën me gjithë asetet e saj. Në këtë roman, rrëmbimi dhe pushtimi ndodh për shkak të dinamikës së ngjarjeve të njëpasnjëshme. E në kohë rekord ndaj dhe shpirti i autorit shpërthen frutshëm në rrëfim. Me mjeshtri dhe profesionalizëm vjen si interpretim i ndërsjellur komunikimi i autorit lexuesit dhe rrëfimi mbetet funksional. Një faks dhe ndërmjetësimi dy miqve, u desh që Giti ndoshta pa u menduar mirë me një mendim të shpejtë për një aventurë të rejpune, në një kontinent aq të largët me shumë peripecive, shumë të panjohrave, apo për plasje kulturash, ku asgjë të përbashkët nuk ishte, madje as dielli. Me atë popull e mbi të gjitha mes njerëzve të panjohur, e në një vend me problematika të mëdha për sigurinë njerëzore, siç është Afrika e Jugut. Por, për Brigit, shpejta ëndrat që kishte thurur për një punë me të ardhura, asaj do të shembeshin para syve, ashtu si pa menduar dhe bie kështjella prej re. Megjithse Nicholas Chamfort thot, sa do kesh që të mendoj një mashkull për femrat, nuk ka femër që të mos mendoj shumë më keq për mishkull. Prandaj, kurreshtja rritet nga ngjarjet të shumta që mendimin ta mbaj pesull, e në fakt, letërsia e ka këtë privilegj që të na bëjë edhe të ndërrojmë të gjithë dimensionet e kohës. Brigit mbërrit në Johannesburg, ku pret pronari i arshëm që shpëton nga shkënjimi i parë. Ajo ndron të një punë të mirë, një miqësi të pastër, të mësonte të reja për kontinentin e largët, ndaj vizioni dhe ëndrat e kishin bërthyre shumë e për to mendonte ore qast. Ajo
që në çastet e para mendonte se po pretendën, ku për prigit shumë shpejt gjërat filluan t'i veniteshin ndërsy, pasi që në ditën e parë filloi zhvillimi dhe çdo gjë filloi të kthehej në enigmë, madje as detajet i shpëtonin. Ekuinokset e stinëve të një gruaje, që nga titulli autori vjen interesant, pasi vetë ekuinokset stinor bëjnë punën e tyre. Por ngjashmëria mes brigit dhe ekuinokseve, në ç'stad mund të arrijë me numrin e orëve pas stinëve? Ku janë ndryshimet pasi veç emocionit fillimit, apo kjo duket dhe depresuese, e ndonjëherë dhe alarmante, por kuptimi është i larmishëm. Rigjallërimi pranderor shkon drejt verës, a mos janë dy solisticët që shënojnë dhe pikën më të thellë të stinëve aktuale? Pra kur kujton në ekuinoks, do të fillosh të përgatitesh gardrobën për stinën ashtu siç thotë dhe titulli. Ralph Waldo Emerson thotë, gjithçka është enigmë. Qelësin e enigme është një tjetër enigmë. Andi dhe Brigit, pas 100 kilometrash nga aeroporti Johannesburgut dhe shumë peripecish gjatë rrugës, arritën në shtëpi ku i vepriti zonja Andi, e cila quhej yvet dhe 2 fëmijët, Kristina Sebastiani, por dhe 2 shërbëtorët 20 vjeçare, Kamila dhe Paul. Brigit e prisnin 3 ditin intensive pune për të njohur me detajet në shtëpi dhe punë, pasi familja Andi do të udhtonin për në Zvicër për një periudhë 3 mujore. Ai Brigit vuri në manovrim gjithë vigjilencën e saj dhe gjatë orëve të natës ajo zbuloi tradhtitë e Andi me shërbëtorët e familjes. Ky fakt e shqetësoi së tjerë për mi Brigit, por siç thotë Dag Hammarskjöld, nuk na është dhënë mundësia të zgjedhim kornizat e fatit, por jemi ne që vendosim përmbajtjen. Me të arritur në Zvicër, familja Andi, duke pirë kafe në mëngjesit, i ndodh fatkeqësi sonjes Bilbet dhe kaluari i fatkeqësive për familjen vazhdon me shumë peripecish, ku zbulon shumë panjohura më pas, por edhe me ndikimin e Brigit dhe bashkëpunimin me organet shtetërore. Me lartësinë e profesionalizmit, Gëzim Ajgeraj përshkruan kthimin e Brigit në kohë rekord. Pastaj mënyra se si e sjell të detajzuar bashkëpunimin e Brigit me drejtsinë dhe zbulimin e së vërtetës se zonja Yvet, që e helmuar nga dora vrastare të shoqit, prova dhe fakte, është dëshmi për lexuesin. Aftësia e Brigit që fëmijët e familjes i merrte nën kujdestar derisa ata të bëshën moshë madhore, i ngjan hatashëm një trilli të vërtet dhe ka brendit të pasur psikofilozofike, ndonë se pamje të parë ka impakt tjetër, realisht ka shumë esencë psikologjike për momente të caktuara. Një krijim i shkëlqyer nga struktura, vepra e këtij shkrimtari ka vlera të veçanta për arsye se brenda tij përshtruan një përplasje të kulturave të ndryshme me skopu i shkuqëndet dhe madhështia e veprës për saktësitë e informacionit dhe gjithë dinamikës së ngjarjeve. Autori është individualiteti veçantë krijues, mbetet model njeriu, shkrimtari vërtet unik, i lindur për të magjepsur artistikisht lexuesit me tisjen e art të pemës moderne e bashkëkohore, personalitet i fjalës artistike, i madh i letërsisë mbarkombëtare, misionit saj dhe mjaft modest, që në forma të ndryshme na mëson profesionalizmin e të nxehtë, dijes, të nxitjes dhe sukseseve. Ky njeri dhe shkrimtar unikat, larg pamës e mesazh të thellë. Gëzim Ajgeraj thotë, në procesin gjyqësor të pulës, dhelpra nuk të jetë pjesë e jurisë, ashtu siç ndodh në roman. Në romanin Ekuinokset e stinëve të një gruaje, Gëzim Ajgeraj me shumë autoritet përfaqëson vlerësisht para botës letërsinë shqiptare në nivelin evropian. Suksese të reja autorit. Faleminderit zonja Brenda, faleminderit për kohën e ndarë, kujdesin dhe gjithë atë që keni sjellë pra në Vërtet është një roman i bukur, sado që mund të flas për të ose ju që e keni krijuar vetë,
por nuk e pate romanin dorë dhe për ta lexuar të tërin është gjysmak informacion. Unë dua të citoj këtu edhe një fakt shumë të rëndësishëm, sepse të shkruash një roman kryesisht me personazhe të huaja, pra duhet të njohësh mentalitetet e popullit. Të gërshetim kemi diku 7 ose 8 mentalitete popujsh që kryesisht në këtë zonë kufitare ne ku jemi, ku jetojmë, pra na ka krijuar atë mundësi dhe atë hapësirë për të njohur edhe ato mentalitete dhe kulturat e brendshme. Pra kjo vjen edhe në sajt të dekadave që ne jetojmë këtu dhe sigurisht se për të sjellë në roman pra duhet edhe mentaliteti pra që është baza dhe tabani, pra ambienti se ku është shkruar romani, se është shumë e rëndësishme kjo për ta sjellë romanin në frymën e popujve që e përfaqësojnë, pra në frymën e kulturave që kjo. Mendoj se këtu kam arritur mjaft mirë ti perceptoj, ti kap dhe ti sjell dhe në roman. Faleminderit ju për esencën që keni sjellë në këtë roman, siç e thash edhe më herët, jo vetëm te ky roman, por edhe romanet e tjerë, të cilët her pas here ne do i sjellim në emisionet tona. Por nuk jemi këtu vetëm për të, e kemi thënë dhe herë të tjera, nuk jemi këtu për të folë për librat tonë, por ftojmë shkrimtarë poet të cilët kanë dëshirë të promovojnë frimet e tyre, që vërtet ka pena që janë mjaft të larmishme, është e rëndësishme të promovohen sepse thash edhe më herët, të shkruash, të krijosh, të botosh, të mbeten dikun në hije, mos lexohen, është një farë, por besoj që edhe ky ngër që i krijuar për librin, shpresoj që në një të ardhmen të afërt të ketë ndryshime, pra të bëhemi më të vetëdijshëm ndaj librit. Në kohën e okupimit në Kosovë, normalisht vit në okupim në një farë mënyre, nuk është e bukur për ta thënë, por sikur familiarizohesh me pushtuesin sepse ai ka ardhur aty, ka bërë shtëpi, po flasin një gjuhë, bëjnë një atë punë dhe të duket si një çik zakonshëm. Mirë po, për të forcuar, për të bërë kryengritje, është të dashur punë e madhe nga intelektualët e Kosovës, që popullin ta zgjojnë në një moment të caktuar, siç ishin grevat e 1981-shit, që rinia shqiptare e Kosovës u bën vulkan, e mbushën sheshet e rrugët e Kosovës, duke kërkuar të drejtat e tyre, duke kërkuar liritë, duke kërkuar flamurin, duke kërkuar gjuhën shqipe, pra të gjithë që kanë të drejta themelore që i takon një populli. E kështu me radhë deri ajo u pasua me luftën pastaj, o me zhdu Kosova. Pra në një farë mënyre për të bërë një rizgjim popullor është një punë e madhe intelektuale. Dhe thonë besoj që në të ardhmen e afërt edhe intelektual shqiptar do t'ju lindë në shpirtrat e tyre ai tërmeti i duhur që populli shqiptar, sidomos të rinj, të kthehen tek librat. Nuk është interneti ai që mund të na formojë mirë si njerëz, është libri. Pa qenë është dhe bete, me librin nuk ka. Besoj që me këtë thirrje ose do pajtohet edhe Zoti i Gzim, apo? Gjithsesi, që në brenda ju për këto unë fola pak, jam shumë e bindur që ju keni shkruar libra mbi këto që unë thash, i keni përjetuar dhe vetë, keni qenë moshë 14 vjeçare në pjesë idealit, pjesë ilegalit. Po, pra mundesh me fol me orë të tëra, me ditë të tëra, jo
Ku përmend pra neve na kanë kalitur librat, se në perioda nuk kemi guxuar edhe aq hapur klasin. Jemi kalitur përmes librave të cilët i kemi gjetur edhe shpesh edhe ilegalisht, shokëve dorë më dorë, dhe për t'i lexuar ato, pra shokët e brezit dhe më herët i dinë edhe këto që i kemi kaluar. Dhe ka qenë libri ai që neve na ka frymëzuar gjithmonë në këtë ideal, gjithmonë në dije, gjithmonë në dritë, na ka ftuar gjithmonë pranë dritës dhe dijes, pra një ideali kombëtar të cilin pastaj ne kemi ndjekur deri. Dhe sot kur shoh, nuk shoh shumë ambiente letrare, nuk shoh shumë investime dhe në këto ambiente letrare, unë përmenda më herët karvanin e shkrimtarëve por është për të ardhur keq, sepse asnjë asociacion, shoqata apo qoftë edhe buxhetet qeveritare nuk i ndjekin këto për t'i financuar të paktën për t'u mundësuar atyre që të bëjnë këso turneje nëpër shkollat Kosovës apo edhe aktivitete tjera. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse as shtetet u përmendën në këto biseda me shokë miq krijues, pra aty unë s'po i përmend me emra, por po as vetë për këtë çështje, se nuk po financohen këto, ndërsa po financohen spote, video spote, muzike, këto që është për të ardhur keq, sepse një këngë po t'ja analizon, i ka 20 vargje dhe nuk ka më shumë s'ke çfarë mëson aty, ose me pa me sy diçka dhe asgjë tjetër, por me dhe jepen derdhen shumë amaramendse për këto çështje, ndërsa kur vije puna tek libri dhe tek librat, krijuesit, shkrimtarët, pra gjinden edhe kur merr idenë për të shkruar, nuk ka guxim, nuk ka vullnet, sepse e din se nesër atë libër duhet ta botoj. Por si ta botoj, ku ta botoj, ku ta financoj, dhe nesër duhet pra të shtrydhet edhe financiarisht, që ne po e njohim gjendjen ekonomike në Ballkanin të autorëve, sidomos të autorëve të librave, shkrimtarëve, krijuesve, dhe pastaj të vijë deri te shtrydhja, e çështja tjetër, botimi, promovimi i atij libri, publiciteti e tjerë, pra të gjitha duhet të financohen nga autori. Pra kur vijë promovimi, ti bëhet promovimi, të financojë autori, sallat, njerëzit, kritikën, vlerësimet, dhe në fund të ndahen edhe për miqt kafe, e dreka, e darka. Pra është një fatkeqësi që po i ndodh librit. Kjo formë pas viteve 90-2000 e këtej ka marrë një trend tepër për kritikë. Unë jam shumë kritik, dhe në kam të drejtë të flas, jam pjesë e librit dhe pjesë shumë e gjatë e librit. Dhe kësaj unë jam kundër të gjitha këtyre veprave. Nëse do të ishte i krijuar një institucion shtetëror i cili do të merrte të paktën nga autorët e mirëfillt, votonte nga një libër, pastaj të paktën në vit, pra nga një libër në vit, dhe ata do të kishin motiv për të shkruar. Por edhe shoqëria jonë ndryshe do të ishte infiltruar e ndikuar dhe nga libri. Se me këtë trend interneti, këtë trend kujtojmë se i gjejmë të gjitha në internet, dhe kujtojmë se i dim të gjitha, që një pjesë edhe kujtojnë se dim dhe nuk kanë nevojë edhe për të lexuar, gjë që është për të ardhur keq. Pra kësaj po krijohet ambient që njerëzit gjithnjë më tepër po shtrëngohen drejt halleve dhe financave ekonomike dhe po i largohen librit. Këto janë rezultatet edhe në arsim, pra po shohim se ku jemi në PISA, të fundit në listat e PISA-s, pra kjo është fatkeqësia, pra kjo është ai kapaku që i desha ta them për gjitha të qeta. Faleminderit. Ajo që më ka ardhur shumë keq, unë para 2 ditësh, domethënë paradje, kam qenë në librari në Lezhë. Ku bleva ca libra. Dhe më erdhi shumë keq kur librashitësi tha, jemi drejt mbylljes. Pra një qytet
nuk mund të themi veç të një qytet, po një qytetar, shme po mund kemi 10 njësi vendore, kemi një librari dhe ajo të detyrohet të mbyllet. Pra, është fatkeqësi për këtë popull. Po të bisedosh me njerëz të ndryshëm ose shtresave të ndryshme, përse nuk lexohet libri, gjëja e parë që shkon në ndërmend të thonë, shprehen se s'kemi bukë me ngrënë, po blejmë libra. Këtë nuk e besoj. Sepse një libër kushton mesatarisht 10 euro. Po pse për 3 muaj nuk e kushton 10 euro për të lexuar e pasuruar trurin? Ja, përse i kemi të gashma që janë dhe i gjenë internet. Çfarë gjenë internet? Se ti s'din ta kërkosh. Ai që shprehet në formë nuk din ta kërkoj se çfarë s'ka shans për ta lexuar. Dhe ne nga mos leximi kemi pësuar disa diskata të tjera. Sa kemi shku deri aty, ku ne nuk po vlerësojmë më veten tonë. Ne nuk po duhet të dalë nga një promovim libri ta kthej në temë sociale, sepse temën sociale mund ta bëjnë herë të tjera, por unë po flas për librin. Libri ka rënë në nivele pajtuese. Për të ardhur keq është pak. Për mua pajtor janë prindërit që nuk merren me fëmijët e tyre, nuk i angazhojnë për të lexuar. Shkojnë në biblioteka, i marrin atje, i lexojnë për javë një libër, e kthejnë. Qoftë një muaj, për një libër në muaj është pak. Është mrekullisht bukur një libër të ri në muaj për ta lexuar. Kemi skocezët, gjatë gjithë jetës tyre, ata kanë detyrë të lexojnë 1 deri në 1000 libra. Është vlerësi e veçantë ku sheh moshuar që marrin libra e lexojnë. Pra, ai e lexon për ta relaksuar veten çdo që jeton. Ku ka më bukur? Kur lexon libra, din edhe se çfarë bën. Din t'i japësh vlerë jetës, din t'i japësh vlerë vetes, din t'i japësh vlerë familjes, din t'i japësh vlerë shoqërisë. Por ne këto i kemi venit, i kemi zbeh, po flasim më për to. Flasim çfarë ndodhi këtu, çfarë ndodhi atje, po kështu qeshja e shauaj. Janë gjëra që rëndonte që nuk duhet të diskutojmë fare, se çfarë tha, as duhet t'ia di se çfarë tha kush. Për këtë pra, veç fare. Dua të di se ç'bëhet. Se atë çfarë tha, dua t'ia di të flasim çfarë kanë qenë. S'ma intereson, nuk du me di, tha ky tha i veç fare. Do çfarë kanë qenë, pa punën e vet. Çfarë bëhet do të tha? A bëhet një punë e mirë dikun? Jo. Pa dikush një fjalë të bukur për ta thënë? Pa një histori të bukur për ta treguar? Jo. Atëherë çfarë? Unë siç e bërëm një lloj krahasimi, pra, me kohën e luftës në Kosovë, edhe këtë luftën e heshtur në Shqipëri. Kjo është lufta e modernizmit. Që siç thon lufta vret e paqja shtur. Ne jemi shtur prej modernizmit, themi s'kemi. Do ta heqim këtë fjalën nuk kemi. Gjithkush sot ka mundësi. Të paktën për librin ka mundësi gjithkush. Sepse e futën një çantë, ose në shtëpi një gjysore një orë, edhe relakson veten. Son nga ajo, di çfarë tregon, në ulesh në tavolinë me miq e me shok, ke se çfarë flet. Sepse në një tavolinë kesh në një bisedë ti e din shumë mirë se cili ka formim e cili nuk ke nevojë ta takosh më kurrë. Këtë llogari nuk e bëjnë. Për mua, prindrit janë pajtor, nuk e humb fare këtë. Ne ti ngjelet fadri kujt të duhet. Prindrit janë pajtor sepse duhet me patjetër të inkurajojnë fëmijët e tyre drejt librit, drejt dijes, drejt sartës. Mos lexove të formohesh kurrë. Po ngel ashtu si.
Më falni se ndoshta pak e zgjata, po e poshtë arsyeshme. Faleminderit zonja Brenda, unë veç do të shtoj edhe këtë, unë shtoj se një pjesë kaloj edhe në kabinet, djeg ato kabinet që kryesisht mbajnë piktura, libra, dhe unë mbaj kompjuterin për punën time. Por se unë i shoh dhe kam njerëz këtu dhe njerëz dhe her pas herë unë shkruar në gazetat dhe kam prezantuar pra pjesën shqiptare. Siç kam prezantuar shpesh herë edhe Nën Terezën si shqiptare, për ta njohur edhe brezat e Arsit dhe brezat e Shqipërisë. Por unë i shoh njerëzit se kur flet për kulturë, interesohen, të telefonojnë, të takojnë, kanë dëshirë të dinë më shumë për se mund të njohin në këtë rrethina pjesën lindore të dhe kur ulesh në restoran dhe i sheh njerëzit tek vinë, se cilin nga çanta e vet nxjerr një libër, kur është i vetuar nxjerr një kampanjë dhe ne nuk mbajmë as në shtëpi ku nuk ka libra, ku nuk ka bibliotekë, nuk ka dritë të di. Kjo le të ngulitet çdo njeriu tonë, në qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, sepse ka ardhur koha të flasim edhe për analfabetizmin në një formë po reflekton pra edhe në sot në kohë. Pra kjo është ai rezultati. Jemi dhënën pas ekonomisë, pas biznesit, pas gjithçkaje, por jo pas asaj që na i sjell ato të gjitha. Se njeri Zoti Zim, çfarë kemi lënë diçka pa folur mbi ekuinokset e stinëve të një gruaje dhe ke dëshirë ta flasësh? Por edhe plus kësaj, megjithse ke përcjell goxha mesazhe, por dua një mesazh specifik pastaj për lexuesin. Sa për ekuinoksit ju e zbërthyet edhe në pjesën e recenzencës. Ne thamë edhe para recenzencës edhe pas pjesërisht thamë shka. Unë këte do t'ja preferoja më tepër të lexoja. Të sheh një kulturë ndryshe, pra të sjell nga një shqiptar. Dhe do t'ishte shumë me interes se këto vizione që prezantojmë, kjo psikofilozofi që zbërthejmë ne brenda librit, është shumë e nevojshme për secilin njeri që din të lexojë dhe e don romanin. Unë si mesazh të fundit do ua kisha lutur njerëzve të mi, pra njerëzve që të ulen të lexojnë sa të mund, dhe edhe ajo shtresa që i blen libra të trash me metër shkojnë i blen në treg sa për t'i vendosur në biblioteka. Tu flas fëmijëve të vet për librin, për të lexoj, se është një shtres tek ne që kujton se i din të gjitha dhe nuk lexojnë, por i marrin sa për dekor për biblioteka. Pra, duhet t'i ushqejmë fëmijët tanë që ata nesër të frymëzohen, të jenë të frymëzuar. Përmenda isha pjesë e karvanit të shkrimtarëve për në 2 shkollat në Kosovë. Dhe edhe atje përcollëm mesazhe, përcollëm apele që fëmijët të indoktrinohen pozitivisht me librin, pra që të lexojnë, të mësojnë, sepse vetëm përmes librit mund të arrijnë. Ndërsa nga arsyet tjera që mund të gjenden. A mund të na përshkruash pak indicjet atyre fëmijëve në lidhje me takimin që ju keni zhvilluar me ata nxënës? Faleminderit, unë si në shkollën e Korishit. Si në ata takimin, pra pritshmëritë e tyre. Si në shkollën e Korishit, por edhe në shkollën Motrat Qiriazi, pra jam darë me se ishë ta themi sinqerisht shumë fëmijë entuziastë.
Ajo çfarë unë kam parë një dallim mes këtyre dy shkollave, sepse ne zonat e rrethit kemi pësuar nga lufta shumë dhe kjo luftë sikur na janë indoktrinuar, them edhe në kuptimin pozitiv, por edhe negativ të saj, na janë indoktrinuar dhe ende akoma po shihen zvarre pra plagët e luftës dhe ekzistoi pra ishte një dallim mes shkollës në Korish ku shihej pra kryesisht dominonca e temave të luftës, qoftë nëpër poezi që recitohen. Pra, por tek shkolla në Prizren kishim një frym tjetër, pra në një jetë më tepër sociale, më të çliruar nga i kompleks apo stres. Unë këtë po e them për arsye sepse brezi i ri duhet me takt dhe me mas të përdorë për të megjithatë ishin shumë pozitiv. Prania jonë ishte krijuar një lloj pozitiviteti, një lloj frymëzimi që edhe ata nesër kur neve na shohin si shkrimtar me libra në dorë, edhe ata nesër të jenë pjesë pra ne bëm edhe këto apele sepse ne nuk do të jemi gjithmonë, pra ne do të ikim nga kjo botë dhe ata nesër të jenë pjesë asaj që do të vazhdojnë aty ne e kemi lënë. Pra ne librat tonë do t'i lëmë nëpër biblioteka, por do të vinë shkrimtarë të tjerë të cilët do t'i sjellin libra të tjerë dhe kësaj pra në apelet tona nuk kanë munguar edhe në këtë drejtim për t'i frymëzuar ata që edhe ata një ditë t'i qasen poezi, t'i qasen tregimit, t'i qasen romanit dhe të vazhdojnë dhe të jenë zavendësimi i figurave tona që ishim ne përpara tyre dhe nesër ata t'jenë, kur ne nuk do t'jemi, ata t'jenë përpara fëmijëve të tjerë që do të vinë, fratave dhe brezave të tjera. Njësoj, unë do të nga këto takime jam ndarë me shumë mira, me interesim të jashtëzakonshëm dhe me një sistem mentali pushur nga ato që parë në shkolla, nga njohuritë e tyre, pastaj unë pata mundësinë të flasim, të bisedojmë nga aftësitë e tyre, por pash edhe fëmijë që nëpër televizionet dhe intervista që vari shumë përshtypje sepse jepin përshtypjet e tyre në takimet me ne shkrimtarët. Dhe këto përshtypje unë sikur pak në vijat trasha, pra i thash dhe uroj që këto aktivitete të bëhen sa më shumë të mësuar fëmijët për të mbjellë tek gjenerata e re atë dashurinë ndaj librave. Ato ishin edhe mesazhet tona të cilat i tham që të mbjellim dashuri sepse vetëm me libër mund të arrijmë, dhe jo me asgjë, jo me internetin, me copsa internetit, ta themi, copsa se unë i njoh të gjitha lamit edhe çështjen e internetit dhe unë e di sa ofron interneti dhe sa ofron libri. Cili është diapazoni që një libër të jep dhe cili është diapazoni që mund të lexosh diçka për një libër në një faqe. Faleminderit zonë. Kjo që përcolle, mesazhe të bukura, unë duhet ta krahasoj njërin për këtyre me veten. E kam thënë shpesh dhe vazhdoj ta them. Kam qenë nxënës i klasës 3, ndjes pas mësuesja asaj kohe. Unë e kam pas mësuese atëherë. Na ka dhënë detyrë të bënim një hartim, siç është sot SE, po ashtu quheshin atëherë, për të bërë për heronjë të punës socialiste, do në thash, se unë s'kam në ditë me bosh, kur që e në herojnë të punë socialiste, se një fëmijë klasës 3-8 vjetësh nuk paqa me ditë. Dhe mos e vrimendit, pa me të regu babi. Unë kam shku në shtëpi, babi pa të regu, ne kam shku. Kam shku në klasë, kam lecu me prenari, sepse kisha është kompletu se më të regu i matë, vjetë pas. Dhe di që kam marrë 10, ishte vetë një 10 në klasë, atë ditë. Edhe nxënësit u mërzitën pjesë nga që s'kishë vetë, po këta ja ka të babi, i kiti bërë Allah, se nuk keni bërë. Mirë po, ka qënë një indicje jashtë zakonshme
që mua më ka bërë të përgatitem për ese. Dhe që ndaj moment, unë kam filluar të shkruaj copza vogla, aq sa mundesha, por me kalimin e viteve, unë eset i kisha shumë për zemër, edhe me zor prisja për shkak në orën e letërsisë që të kishim ndonjëherë kishim hartime se sigurisht më marrëfis. Ishte kollajshme fare. Pra këtë takime që keni bërë ju me ata nxënës, derisa ju keni parë dhe interesimin e tyre, jam shumë e sigurt se e ardhmja tyre është përhetuese, përsa kishim një hartime se tari, se sigurisht më marrëfis, sigurisht kollajshme fare. Pra këtë takime që keni bërë me vërtet i lumtur, e them me plot gojen, se jo, shkrimtar e poet, mos kemi vetëm 3 raste në vit, qoftë dita botërore e poezisë në datë 21 mars, dita botërore e librit 28 prill, po them edhe dita botërore e librit për fëmijët 2 prilli, apo muaj letërsisë tetor, dhe vetëm në atë periudhë ne të merremi me nxënësit e shkollave. Pra në takime të tilla, në orën e trare të hapura. Unë mendoj që kushdo që i ka të mundur, një bisedë tashmë që i kanë bërë pak edhe më të vështirë në Shqipëri, sepse nuk shkon dot një shkrimtar apo poet në një shkollë pa lejen e drejtorisë arsimore të rreptit. Po, okej, edhe të merret një leje atje që poet, shkrimtar, kur e ka të mundur një ditë mjet, po edhe relaksuar për vete, sepse e mendon që po bën një të mirë, por edhe për ata nxënës, qoftë shkollë nënveçare, qoftë të mesme, është një indicje, një frymëzim, por dhe inspirim tek ata. Pra është gjëja më e mirë që mund të bëjmë që të fëmijët i afrojmë sa më pranë. Dhe në prenda si duket dal nga dal po vim tek fundi i këtij emisioni dhe unë ju falenderoj për kontributin që patë. Nikosisht e çmojmë shumë kontributin tuaj që keni dhënë edhe për romanet e mia, për studimet që keni bërë për libra, për të gjitha ato libra dhe gjithë ato që keni shkruar, pra pjesën shkrimore për librat e gjithë ato punë kolosale që është bërë në përsi dhe me kritikën që jeni marrë për çështjen e studimit të veprës shkrimtare. Unë ju falenderoj publikisht, ju uroj shëndet të uroj. Unë vërtet, unë të falenderoj shumë, shëndet e suksese dhe ju, unë të falenderoj pikësfori që ke pas dikur bëhet fjalë, ke pas besim tek unë që unë të merrem me veprën tënde. Merita fillon tek ju. Dhe të uroj vërtet shumë suksese. Po lexoj mesazhet të cilat na kanë ardhur. Natasha Shameti, respekt, Safet Selima i respekt, Mehmet Shala, urime, suksese, respekt i ndruar. Vitore Puka, respekt. Benemin Pangji, ju uroj në rrugtimin e shkrimeve poetike prozaike, në shërbim të shoqërisë së shqiptarisë, do ku jetojnë dhe vullnet e dëshirë për të jetuar. Fazli Morina, respekt. Mjalba Shehu, respekt për ju. Laureta Malaj, urime i suksese për emisionin tuaj me vlera, ju përshëndes nga Kreta. Dalit Dershalla, suksese në këtë premtari, ku mund të gjej këtë libër. Raimond Qose Shkopi, urime i suksese për emisionin tuaj. Urim Mezini, urime dhe suksese. Përzemërsisht ju falenderojmë për mesazhet dhe mbi gjitha praninë që jeni në emisionet tona. Faleminderit ju që keni pëlqyer. Barje Çupi, Albert Rucaj, Ajredin Shala, Behar Karaj, Setki Ashari, Tori Shkoza, Bekza dhe Mërvete,
Urim me zini prek Shkozar, Qerim Osmani, Ndu Filipa, i Raimonda, Qose Shkopi, Martin Jaku, Shpesa Zurnaci, Gjëntuja, Mehmet Qita, Hitër Shala, Marinela Kuqaj, Laureta Mualaj, Suzan Qokaj, Razije Spaho, Nardi Sulla, Klara Shehu, Merilda Pirane Rejqeka, Vajda Dea Vida, Mark Prenga, Plumquri, Fatime Serasi, Brejnësa Shlehuaj, Dragan Perda, Dea Vida, Sërkecka, Mark Prenga, Algjeri, Luka, Fatime Serasi, Brejnësa Shlehuaj, Dragan Perda, Dea Vida, Sërkecka, Mark Prenga, Algjeri, Luka, Fatime Serasi, Brejnësa Shlehuaj, Trocideti, Flora Shakunaj, Leva, Eva, Karaleu, Vitore Palizegeka, Tomas Baka, Age Pizzako, Mehmet Shala, Rahim Bila, Matilda Nika, Zefi dhe Linda Proni, Rakela Golegjeka, Bardhe Marko, Safet Selimaj, Agim Gjemali, Bianca Dushaj. Shumë faleminderit miq, që vërtet bëheni promotor për të na nxitur që emisionet tona të jenë të vazhdueshme. Paqi shëndet, paqi suksese, paqi të mira në vatrat tuaja. Edhe i herë edhe ne faleminderit për gjithë ju që na keni ndjekur në këtë emision. Mi Albashehu po lexoj edhe këto nga programi. Mirë vrema, ju se respekt. Gjëntuja, po ju ndjek dhe ju falenderoj me zemër për këngët dhe emisionet tuaja. Respekt. Mira Limani, ju përshëndes për emisionin tuaj me suksese, Miranda Trocidi, Rakela, Gurami të këndshme, Radio Sibila Televizion, emision të parë. Respekt. Falenderoj me zemër sa këngët dhe emisionet tuaja. Respekt. Elizabeth Lira, Mira Limani, Trocidi, respekt. Falenderoj me zemër sa këngët dhe emisionet tuaja. Respekt. Elia Shkoza, Mira Limani, Trocidi, respekt. Falenderoj me zemër sa këngët dhe emisionet Neve miq të nderuar, dëshirë të promocionojmë mirëvista në punë podcast tonë. Neve miq të nderuar, dëshirë të promocionojmë mirëvista në punë podcast e gjithë ose neve miq të nderuar, dëshirë të mirëvista. Jo, do e tani besoj dalë nga dalë po i dje fundi këtij emisioni për të lënë rrallën takimeve në vazhdim. Edhe një herë përshëndetje respektuar që keni për amerikanshme, unë do përcjellë një këngë, me qenë se sot është dita botërore e letritësve në duket apo bletis, çka i përshëndetje respektuar një këngë, me qenë se sot është dita botërore e letritësve në duket apo bletis, çka i përshëndetje respektuar një këngë, me
qenë se sot është dita botërore e mbarësit mondialis së HIV. Ja përshëndesim tani apo pas. Dita botërore e mbarësit mondialis së HIV. Ja përshëndesim tani apo pas. Dita botërore e mbarësit mondialis së HIV. Ja përshëndesim tani apo pas. Dita botërore e mbarësit mondialis së HIV. Ja përshëndesim tani apo pas.
Unë përshëndes të gjithë dëgjuesit, ose që nga janë Aleksandre, Mishka, Qeha, uroj që të përparësi, uroj sa më shumë ka vlerë faleminderit. Unë përshëndes të gjithë dëgjuesit, ose që nga janë Aleksandre, Mishka, Qeha, uroj që të përparësi, uroj sa më shumë ka vlerë faleminderit.